Gjykata e Shkodrës kalon në burg vrasësin e elektricistit Zamir Velaj. Ngjarje kjo ndodhur pak ditë më parë në fshatin Oblik të Shkodrës. I penduar dhe me lot në sy, Martin Zefi ka kërkuar mëshirë përpara trupit të gjykues, duke pohuar se krimin e kishte kryer në gjendje të dehur. Gjykata e Shkodrës kalon në burg vrasësin e elektricistit Zamir Velaj. Ngjarje ndodhur kjo pak ditë më parë në fshatin Oblik të Shkodrës. I penduar dhe me lot në sy, Martin Zefi kërkoi mëshirë para trupit gjykues, duke pohuar se krimin e kishte kryer në gjendje të dehur. 44 vjeçari Zamir Velaj, punoi si OSHS në Shkodër, u vran nga abonenti debitor pas refuzimit të elektricistit për të rilidhur energjinë elektrike. Prej 28 qershorit, Zefit i ishte ndërprerë energjia për shkak të borxhit për 230.000 lekë të pashlyer që ai i kishte operatorit të shpërndarjes. Zefi i kishte kërkuar disa herë Velajt që të lidhte dritat, por ai kishte kundërshtuar. Edhe ditën e ngjarjes ata janë përballur në rrugë, por refuzimi i elektricistit Velaj përfundoi në konfrontim mes të dyve. Martin Zefi u rikthye në banesë, mori një thik dhe goditi 3 herë në gjoks dhe në qafë Velajn, i cili ndroi jetë gjatë rrugës për në spitalin rajonal të Shkodrës. Vetëm pak orë pas krimit, policia vuri në pranga 47 vjeçarin Zefi. Vrasësit i është ofruar mundësia e shlyerjes së debis përmes akt marrëveshjes, duke paguar 25.000 lekë të vjetra çdo muaj, por ai nuk ishte pranuar. Për ngjarjen e rëndë reagoi kryeministri Rama si dhe OSHE, duke kërkuar ndëshkimin maksimal të vrasësit.